Ju muslimanët adhuroni kubin e zi, juve adhuroni gurin e zi. Kështu pra thonë ata të cilët nuk din asgjë nga Islami. Nuk e din as çfarë thon muslimanët për Ka'ben dhe as për gurin e zi. Themeli i fesë islame është adhurimi i Allahut një vetëm, pa shok. Nuk adhurohet as guri i zi, as Ka'bja, as xhamia, as profeti, as gjë tjetër veç Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, pse sillen muslimanët rreth Ka'bes? Pse e puthin ata gurin e zi? Rituali që bëjnë muslimanët në Ka'be nuk është gjë tjetër vetëm se një ritual adhurimi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Është një ligjërim që e ka bërë Allahu subhanahu wa taala për muslimanët, siç është ligjërimi i shkuarjes në xhami. Muslimanët nuk shkojnë në xhami për të adhuruar xhamin, por shkojnë për të adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Prandaj shkojnë edhe në Ka'be për të adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Nuk shkojnë për të adhuruar gurin e zi, as për të adhuruar kubin e zi. Prandaj para se të hidhni dyshime majta zgjedh djathta se jo muslimanët adhurojnë këtë, muslimanët adhurojnë atë, të paktën mësoni se çfarë thon muslimanët. Çfarë thon muslimanët për Ka'ben, çfarë thon për gurin e zi? Çfarë adhurojnë muslimanët? Muslimanët adhurojnë vetëm Allahun, nuk adhurojnë asgjë tjetër. Dhe gurin e zi e puthin vetëm se duam të ndjekin profetin sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam e ka puthur sepse është një gur që ka zbritur nga xheneti, jo se është një gur që duhet të adhuruar, nuk e ka puthur për të adhuruar gurin, e ka puthur për të adhuruar Allahun subhanahu wa taala, se Allahu subhanahu wa taala ka zbritur këtë gur nga xheneti. Dhe Omer radhiyallahu anhu, një nga shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, thotë: "Unë e di që ti je një gur që nuk sjell as dëm dhe as dobi, dhe nëse nuk do të kisha parë profetin sallallahu alaihi wasallam të puth, nuk do të kisha puthur." Kështu janë dhe muslimanët, nuk do ta kishin puth atë gur, nëse nuk do ta kishin parë profetin sallallahu alaihi wasallam duke puth. Dhe nuk e puthin për asnjë arsye më shumë se kaq. Nuk e puthin vetëm se për të ndjekur profetin sallallahu alaihi wasallam. Muslimanët nuk adhurojnë as gurët, nuk adhurojnë as xhamit, nuk adhurojnë as kubet, nuk adhurojnë as tyrbet, as teqet, as gjë tjetër, vetëm se adhurojnë Allahun subhanahu wa taala një vetëm.